Mirëmbrëma shikues të televizionit shtat. Jeni me mua Shkodran Hotin dhe me Majtas Jodjatas. Jeni me një epizod të ri ku sot do të flasim për një temë të re, për çështje që ka të bëjë me mjekësinë dhe të ftuar kam një specialist të një fushë të veçantë të endokrinologjisë. E kam të ftuar Gen Shalën nga Spitali Amerikan. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Është gjithmonë kënaqësi të jem këtu në të shtatë. Kënaqësi edhe për mua, se herë që intervistoj njerëz që vinë prej fushës të mjekësisë. Kjo është një fushë më specifike. Kemi me ful për shumë çështje, po të tregoj paraprakisht. Në radhë parë kemi me diskutu pak çështje të natyrës informuese, mas ne kemi me kalu pak një çështje më specifike, edhe në fund normalisht kemi me të lyp disa këshilla që besoj ju bojnë mirë qytetarëve, po para krejt këtyne, po do me fol pak për juve, sepse me atë sa e di, do më thonë përveç karierës që e ki për disa vite në Spitalin Amerikan, e ki një karierë edhe më të hershme në dimenzionet tjera që nuk e di sa të karo me diskutu, po më intereson prej shkollimit, specializimit, deri tek puna që e ke kry më herët në ushtri, po më duket. E vërtet. Zakonisht për këto emisione kem kalu drejt në temë të mjekësisë, nuk kem fol për shkollimin tim, përvojën time, është po më duket hera parë. Unë shkollimin e konkret po thuaj se të gjithë në Prishtinë, pra shkollën fillore në Meto Baraktar, pastaj në Hasan Prishtinë, shkollën e mesme gjimnazin në Xhevdet Dod, pastaj fakultetin e mjekësisë në mjekësi dhe specializimin në mjekësi, ndërsa një pjesë të subspecializimit për endokrinologji kam vazhdu në Tursinë Ankara në Gata, ku pas një përvojë shumë të mirë dhe një kam mësu shumë nga ata, edhe normal edhe në Kosovë edhe atje. Po ka qenë një përvojë shumë e mirë për mua për më ngritë si profesionist, internist dhe endokrinolog që jam tash. Pra këto dy përvoja në Kosova dhe Turqia më kanë ndihmuar shumë. Përveç edhe kemi qenë në shtete tjera, konferenca tjera, por këto dyja të më kanë pjek në këtë profesion që ushtroj sot. Po më intereson për te profesioni që aktualisht ushtroni brenda Spitalit Amerikan, përvoja që ke pas në FSK, në TMK, po më duket. Pas luftës kom punu në disa organizata jo qytetare, pasi prindë dhe mota ishin të vogla fëmijë, pa punë pas luftës. Një për punëve të më të mire që kom pas atëherë mirë pas luftës ka qenë një organizatë jo qeveritare nga Kanada, Queen's University, ku qëllimi jonë ka qenë hapja e fakultetit të parë të fizioterapisë në Kosovë. Dhe ja kem arrit dhe sot kësaj dite vazhdon fakulteti i fizioterapisë, pra ka qenë një angazhim maksimal si i neve të Kosovës edhe të kanadezëve nga Queen's University. Dhe më vjen mirë kur të shoh tash gjeneratët e reja të fizioterapeutëve, disa i vijnë edhe familjarë të unë, edhe më vjen mirë kur i shoh që tash kemi shumë gjenerata të reja të fizioterapeutëve. Pas asaj, me kërkesë të një komandantin, ndoshta s'është mirë me përmend emrin, ka thonë që të futem në ushtrinë në atë kohë trupat mbrojtëse të Kosovës. Cilin vit sakt? Më duket 2000 atëherë. Edhe pse më pat leju, edhe pse fillova shërbimin në TMK, më pat leju komandantin në atë kohë që të vazhdoj misionin tim për hapjen e fakultetit të fizioterapisë. Unë nuk na ka ndalë. Nuk ka rënë ndesh. Jo, ka thonë ato vazhdo, derisa ta përfundoni dhe pastaj vazhdon me përkushtim të plot në trupat mbrojtëse të Kosovës. Pastaj kështu me radhë vazhdom edhe në forcat e sigurisë të Kosovës deri para diku rreth 7-8 viteve, ku jam demobilizuar me nder dhe është një pjesë shumë e mirë, shumë krenare jetës time që kam shërby ushtarëve të Kosovës dhe popullit të Kosovës, përgjithësi. E ki një moment t'i konek në këtë pjesë karierës tuaj tek tragjedia në Restelit. Po, e vërtet është ka qenë një përvojë e mirë për neve si mjek, si shërbim, por për fat keq ka pas edhe të vdekur aty, dhe shpreh edhe njerë ngushëllim atyre, por ka qenë një moment shumë
krenar dhe një ndjesi e mirë kur njësitë e kërkim shpëtimit të FSK-s e kanë nxjerrë të mbjetuarën e vetme, sa më kujtohet, amserën dhe ma kanë dorëzuar në dorë. Dhe pastaj përmes ato ambulancës së FSK-s e kemi dërguar në spital të Prishtinës, shëndosh të mirë dhe ajo sa di në sa ditë është ende gjallë dhe mirë, nuk ka probleme shëndetësore. Kjo ka qenë një prej atyre, pastaj ka qenë zjarri në Kek, rrshitja 10 në Kek gjithashtu, ku me policinë e Kosovës i kemi nxjerrë ata që kanë mbetur në lloç për me dur, jeni mlidhë si njerëz, një ushtar dhe policë, njëri me tjetër me durin na majt, s'kena pas litar. Pastaj tjetër është vërshimet në Shqipëri, në Shkodër, ka qenë një përvojë shumë e mirë që kemi ndihmuar popullin tonë në Shqipëri. Kemi arrit një punë shumë të mirë ta bëjmë atje në bashkëpunim me ushtrinë shqiptare. Sigurisht Kto janë disa nga moment, ka dhe shumë tjera mos ki edhe shumë momente tjera, po ka qenë një der i madh të shërbej sidomos ushtarëve, të trajtoj ata në radhë parë, pastaj edhe popullatën civile sipas nevojave të ndryshme. Dhe kalimi im prej jetës ushtarake, pothuajse 2 dekada, në jetën civile në spitalin amerikan ka qenë një ndryrim i madh për mua, po mu vjen mirë që më kanë pritë shumë mirë, edhe jam adaptu shumë shpejt në jetën civile duke më ndihmuar spitali amerikan. Dhe aty kom ngrit shumë përvojën time në trajtime sëmundjeve endokrinologjike. Pasi që spitali amerikan zakonisht na vinë raste shumë trona, kur nuk i merr tjetër kush, vinë kërkojnë të na, dhe shumica mjekëve janë në nivel klasit botëror. Ka qenë fillim një sfidë për mua të përshtatem me atë nivel, pasi që në ushtri zakonisht nuk kem probleme endokrinologjike, ata shumica janë djemë të ri, vajza të reja, por përvoja ime në Turqi, trajnimin në Turqi, që ma ka mundësu Forcat e Sigurisë Kosovës një pjesë të specializimit atje, më ka ndihmuar shumë që të përshtatem me atë nivel të lartë të trajtimeve në spitalin amerikan. I falenderoj të dy partë, edhe ushtrinë e Kosovës edhe spitalin amerikan për ngritjen time profesionale. S'ka dyshim që spitali amerikan është institucion jashtëzakonisht serioz shëndetësor. Jam krenare, kam privilegj punoj me ata mjek aty. E marr me mend, e përmende fushën në cilën operon, apo ku je specialist, po besoj që e ki qarë që këtu të na nuk është i njohin shumë e emra fushat e mjekësisë. Na kur flasim për sëmundjet syve, nuk është e njohim shumë oftalmologjin. Thojna mjeku i syve, mjeku i... Absolut, kohët e fundit shumica e din. Po, tash po kalej në këtë pjesën e pyetjeve pak e informuese. Çka saktësisht përfshin endokrinologjia, sistemi endokrin, po cilat sëmundje i trajton më shumë, cilat çështje i ka në, si më thon, brenda fushës, cilat janë problemet me cilat i hasni më shumë të qytetarët, të pacientët. Pak a shumë le të jetë kështu një pjesë më informuese për ata që s'kan qenë shumë njëri. Okej. Trupin e organizmin e njerëzit, kontrolla e organeve, muskujve, kryhet në 2 mënyra. Përmes fijeve nervore, për sistemin nervor qendror, pra është një fije nervore, shkon me si tel edhe kontrollon lëvizjen e muskujve apo të organeve. Ndërsa forma tjetër e kontrollimit të punës së organeve është edhe në që thonë në wireless, pra jo me tela, po përmes substancave të cilat qarkullojnë gjak, të cilat nuk janë të lidhura drejt për drejt me trunin, me fije nervore apo me tela, po në mënyrë wireless shkojnë të çdo organ përmes hormoneve kontrollojnë punën e gjandrave. Për shembull, hipofiza që është në tru, është një gjandër e vogël, 1 centimetër, por ndonjë rreth 6 hormone, të cilat i kontrollojnë gjandra të tjera, për shembull gjandrën tiroide, gjandrën mbiveshkore, e rregullojnë ciklin, e kështu me radhë, tensionin e gjakut, stresin, gjitha këto, po pas nevojë për fije nervore. Domethënë më kaput fijet nervore, kjo e kontrollon përmes qarkullimit të gjakut. Pra më thënë, është një kontroll wireless apo një nivel më i lartë i kontrollit të organeve për punës së organeve në përgjithësi. Pra, me fjalë të tjera, endokrina studion hormonet, edhe gjandrat që prodhojnë hormonet, të cilat kanë ndikim në çdo pjesë të jetës tonë, prej
prej që kur fillon, ose para se me fillu të formohet një njeri, të nana dhe të baba që të rregulloj numrin e spermatozoideve, dhe të nana të rregulloj ciklin që të mund të lind, pastaj gjatë zhvillimit të bebës në barkun e nënës, e deri në vdekje, të gjitha këto hormonet e përcjellin zhvillimin e njerit. Pra është një shkencë apo hormonet janë të pjesë jetike e jetës së njeriu. Pa to nuk mund të jetojmë. Çfarë simptoma ka dikush që ka probleme hormonale? Tash e di që janë lloj-llojshme, sepse varësisht për cilin hormon bëhet fjalë, po çush e identifikon një endokrinolog dikon që potencialisht ka probleme hormonale? Tash do të flas për sëmundjet më të shpeshta endokrinologjike. Po, patjetër. Që kanë lidhje me hormonet, për shembull, diabeti, sheqeri. Kontrollohet nga pjesa e pankreasit që prodhon hormonin insulin. Insulina mundson që sheqeri nga gjaku të kaloj në muskuj apo në organe dhe të shfrytëzohet. Nëse s'ka insulin, sheqeri do të qarkulloj vetëm nëpër gjak, për çdo e kanë sheqerin lart, tash s'kan insulin. Matet sheqerin në gjak dhe del 20-30. Pra, një prej lamive tona, sëmundjeve tona është diabeti, ku zakonisht pacientët për herë të parë na vinë kur nuk e dinë që kanë sheqer, na vinë me lodhje, etje, urinim të shpeshtë, sidomos natën, tharje të gojës, humbje të shpejtë në peshë, këto janë këta simptomat e para dhe merr dyshojmë që kanë diabet kur na thonë që i kanë këto simptome. Pastaj pas diabetit, sëmundja më e shpeshtë është çrregullimi e gjandrës tiroide, është një gjandër që prodhon hormonet e gjandrës tiroide, të cilat ndikojnë në çdo sferë të jetës, të qelizës, në çdo qelizë të trupit ato ndikojnë që kontrollojnë shpejtësinë e proceseve metabolike, kimike që ndodhen aty. Mos sa shpejt punon ajo qelizë. Edhe kur kemi mungesë këtyre hormoneve, atëherë këta pacientë zakonisht na vinë në ankon në lodhe të tepër, rrame të flokëve, ndonjëherë edhe rrame të vetullave, shtim në peshë të parësyshëm, kapslëk, nervoz, dhe atëherë dyshojmë. Nëse kanë këto pacienta, dhe ta dëgjues, nëse kanë këto simptoma, është mirë të lajmërohen te endokrinologu sa më i afër, që kanë që ta testojnë gjendjen tiroide. Ose nëse kemi tash prodhim të tepër të hormoneve gjendjes tiroide, edhe këtu kemi një lodhje, edhe këtu kemi rënje të flokëve, por këtu nuk kemi shtim peshë, këtu kemi humbje shumë të shpejtë të peshës. Diku për mëna është një muaj hupin 8, 10, 12 kg. Do zakonisht na vinë, që thonë ne, ashtë lëkurë, shumë të hollë, me rraje shumë të shpejta të zemrës, me ankth, nuk i zënë vend, do herë trajton edhe për anktha, nuk kanë vërtet ankth, kanë probleme prodhimin e tepër të hormoneve të gjendjes tiroide, sepse çdo qelizë punon më shpejt se që duhet. Edhe zemra rrah më shpejt, për këtë arsye kanë ndjenjën e ankthit, e shkrin yndyrën më shpejt, se çdo sen punon më shpejt. Edhe për këtë arsye edhe kanë humbje peshe, kanë lodhje, rënje të flokëve. Dhe i nin këto rrajet e shpejta të zemrës, dhe i pini shumë mrrej zemra shumë shpejt. Pastaj kemi problemet me cikël të gratë që kontrollon përmes hormoneve, infertilitetin, të cilët trajtojnë endokrinolog, pastaj kemi problemet edhe me prodhimin e mangët të spermatozoideve të meshkujt, këtu kemi probleme hormonale, jo gjithmonë, por ndonjëherë edhe hormonet ndikojnë në prodhimin e zvogëluar të spermatozoideve. Pastaj kemi edhe gjandrën biveshkore, e cila kontrollon tensionin e gjakut, kontrollon një hormonin e kortizolit që i thonë të stresit, të cilat jep çrregullime shumë të mëdha, shumë të rrezikshme për jetën, por për fat mirë këto janë më të rralla. Zakonisht e kemi diabetin, sëmundje primare, gjandrën tiroide, këto janë. Pastaj e kemi të gratë sindrome vezore policistike. E po ta ndërmend me të pyet për këto, po kisha dashur me u ndal fillimisht tek çështja e diabetit, sepse tash e keni parasysh si doktor që shpesh krijohen mite rreth sëmundjeve, edhe po duhet të pyet kështu konkretisht, a ka diçka që është trashëguese të diabetit, sepse shpesh thuhet, a është mit apo ka diçka që ka bazë shkencore, edhe si më thonë, çka janë faktorët kryesorë që e nxisin problemin e diabetit ose që ndikojnë në sëmundjen e diabetit, që mjaft të shpesht, sidomos të gjeneratat më të vjetra. Po tash
për fat keq edhe të gjërat e reja, shumë është në rritmë nivel, shkak të ushqimit jo të mirë, jo të shëndetshëm, për mas stresit të madh, mos fjetjes mjaftueshme, qëndrimit pranë telefonave gjithë ditën për të mos u marrë me sport, është rritë edhe numri i diabetit të rinj, ky diabeti tip 2, që është zakonisht ne i thëmë diabeti i pleqërisë, tash pishojmë të 19 vjeçart, 15 vjeçart. Zakonisht diabeti tip 1, që është kryesisht i trashëgueshëm, edhe dyshi, nuk është mit, pra ka dhe trashëgimi në gjetë edhe gjenet e caktume të cilat trashëgon e bartin edhe do të thonë që paraqitet të gjithë, po e rrit shancat, e rrit rrezikshmërinë që ta fitojë edhe fëmia diabetin tip 1, të cilët nuk ka prodhim fare të insulinës. Pra ata gjithmonë trajtohen më herë me insulinë. Po për fat keq edhe diabet tip 2 të pleqërisë po shohim te fëmijët për shkak të ushqimit jo të shëndetshëm. Edhe mos aktivitetit fizik, dyjat. Por edhe nishi dhe dyshi mund të trashëgohen, por nuk do të thotë që do ta fitojnë gjithsesi fëmijët që të cilët i kanë prindërit me diabet tip 1 ose 2, por rrezikun e kanë më të lartë nëse nuk kujdesen për veten. Domthonë një fëmijë i cili ka 2 prind me diabet nuk do të thotë që do ta fitojë diabet, nëse ai kujdeset në ushqim, mirët me sport. Ndërsa një fëmijë i cili nuk kujdeset me sport, asnjë prind nuk e ka me diabet, nuk do të thotë që nuk do ta fitojë. Ai do ta fitojë gjithsesi nëse vazhdon me ushqim jo të shëndetshëm, me jetë sedentare, pra duke qëndruar para televizorit, telefonit, duke mos u marrë me kurrë, asnjë sport. Pse diabetikët kryesisht përballen edhe me ma shumë nervoz, ma shumë stres, çysh është e ndërlidhur që kjo si çështje? Po mendohet që edhe stigma pak, edhe kujdesi i shtuar, do të gjithmonë do të kujdesen në ushqim, në të merren me aktivitete, të marrë insulinën apo barnat antidiabetike, tabletat me rregull, gjitha këto, sheqeri i lartë në gjak ndikon në tru, gjitha këto, ose ramja e shpejtë e sheqerit, gjitha këto ndikojnë edhe në jetën stresuese apo nervozën të pacientët me diabet. Pra ata gjithmonë janë në një farë lloj ankthi të vogël, sa po ha buk, mos po ha shumë, mos po ha pak, mos apo harroj barnat, mos po çka po më thonë tjerë pse e kam diabet, ende ajo është një farë stigme që e mshefin ndonjëherë që kanë diabet. Po gjitha këto ndikojnë në stresin apo nervozën të pacientët me diabet, që është normale. Krahas diabetit shoh që është goxha e shfaqur edhe kjo që e përmendet edhe për cilën po ta më pyet, sindroma e vezurës policistike. Po, shumë e përhapur. Të shumë vajza të reja, çka mundi me mësu ma shumë prej kësaj sindroma apo këtij problemi, pse shfaqet, cilat janë pasojat, a ndikon kjo në fertilitet? Është tash kohët e fundit shumë është përhap për shkak të ushqimeve, sidomos ushqimeve të shpejta, ushqimeve të paketuara, substancave të amballazhuara që janë gjitha këto ndikojnë në paraqitjen e sindromës së vezore policistike. Duhet ta kemi qartë se sindroma e vezore policistike nuk është smundje, është sindrom. Domthonë kemi çrregullimin të ciklit. Zakonisht nuk vjen me rregull. Nuk vjen me rregull, ose vjen më shpesh, po kryesisht vonohet, me muaj vonohet, me javë, me muaj vonohet. E dy kemi daljen e kimeve, hirzotizmin, që i thonë në mjeksi, po daljen e kimeve në fytyrë, në gjoks, në bark, në shpinë. Edhe e treta kemi në vezore, në ultrazon shihim plot cista të vogla, folikule të vogla, ku duhet më zhvillu një vezë, për asaj del mund të formohet një bebe, që formon 12 folikule të papjekura. Domethënë nëse ka 2 nga këto simptome, pra vezorët janë me plot cista, të kenë kime apo të kenë çrregullim të ciklit, në 2 pikë këtyre, atëherë thojmë që një vajzë apo një grua ka sindromin e vezoreve policistike. Shkaktari numër 1 është ushqimi jo i shëndetshëm. Se kem edhe mos aktivitet fizik, edhe mos pirja ujit, edhe streset, gjitha këto ndikojnë. Na shpesh e kemi kacafytje apo argumentojmë me pacientët thotë unë kam çrregullim hormonal, e më ka ardhur deri te vezorja policistike, e kundërta. Ushqimi keq ka shkaktuar çrregullim hormonal dhe ka ardhur deri te sindromi i vezores policistike. Çka janë pasojat? Pasoja më e lehtë është infertiliteti. Po ka pasoja tjera, më të mëdha, rritja e yndyrnave të gjakut mund të vjen deri te tensioni pastaj i lartë i gjakut, infarkti miokardi, jo më herë, po mbas një kohe. Pastaj diabeti, po gjitha këto janë pasoja të sindromit të vezore policistike. Pra sindroma vezore nuk është smundje, por sindrom, pra mund të shkaktojë smundjet e vërteta, pra tensionin,
diabetin, infertilitetin, rritjen e ndyrnave në gjak. Pra, besoj që e kanë kuptuar që problemi primar është burimi, është ushqimi jo i shëndetshëm. Ose unë them nuk duke ngrënë sene që nuk janë ushqim. Nëse kishim marrë ushqime të rregullta që duhet mi shfrytëzu vonë, pasulën, mishin, e zirë, kryesisht ujë me pi, sallata, pemë, nuk vjen asnjëherë deri te sindromi i vëzorëve policistike. Nëse ushqimi duke qenë që s'është smundje, nuk po më thon a ka shërim, po a ka zgjidhje si problem. Ka zgjidhje. E ndalojmë burimin. Eliminojmë burimin e sindromit të vëzorëve policistike. Pra, kthehemi jetës së shëndetshme, ushqimit të shëndetshëm, sportit me pi ujë, çaj, kafe, çumsht, ajran, supa, këto edhe ajo ka dalë tërheqën. Nuk tërheqëm në një muj, sepse me vite ka ardhur deri aty, me abuzim të jo ushqimeve, ka ardhur deri aty, edhe ato duhet disa muj apo një vjet deri që të tërheqet ky sindrom i vëzorëve policistike. Por ai gjithmonë qëndron aty vigilant. Mos i të prishim pak dietën, ai shfaqet. Shumë shpejt shfaqet. Ndikon se i përmendë disa pasuja, ndikon edhe në obezitet, ose më thënë më mirë, cilat gjëndra ndikojnë më shumë tek çështja e obezitetit? Tek ky, tham pra ushqimi është problem kryesor. Kur të teprojmë ushqim edhe shumica këtyre pacientëve janë obez. Dikon 95% janë obez, 5 ose më pak % janë me strukturë, me peshë normale, apo ndonjëherë edhe nën peshë. Sepse çka ushqim me jo ushqime, të cilat nuk trashin, por shkaktojnë probleme hormonale në vezore, saqë nuk janë edhe obez. Por shumica këtyre pacientëve janë obez. Pra, sindromi vezor policistike nuk shkakton obezitetin. Obeziteti, pra ushqimi vjen nga ushqimi jo i shëndetshëm, vjen obeziteti, pastaj vjen sindromi vezor e kundërta. Po, shumë mirë e kuptoj. Ç'është ndikon stresi në krejt këto problemet hormonale? Shumë ndikon. Çdo gjendër ndikon stresi. Përveç në gjendër normal stresi ndikon edhe në gjendër biveshkore që të prodhohet hormoni kortizol. Edhe këtu e kemi një problem me pacientët, unë largoma kortizolin, ulma kortizolin që prodhohet në gjendra biveshkore, që është hormon i stresit, që unë të kem më pak stres. Nuk është e vërtetë. Stresi në punë, në jetë, ndikon që të prodhohet që të gjanda të prodhon hormon kortizol më shumë. Nëse na e largojmë stresin, ai gjanda do të zvogloj vetë prodhimin e hormoneve. Të na e marrin të kundërtën. Mundon mi largu stresin nga mjekët, që t'ja ulin prodhimin e kortizolin në gjandën biveshkore. Ai është hormoni kortizol, është hormoni pa të cilin nuk mund të jetojmë. Ai na zgjon pothuajse në mëngjes, na jep fuqi që të kryjmë punë gjatë ditës. Dhe prodhohet më shumë në mëngjes. Dukon ka ora 11-12 natës, ai gati prodhimi bën në zero. Që thotë kemi atë lodhen, atë mbylljen e syve dhe flajm ma lehtë. Ata që janë stresuar edhe natën pe punëve të ndryshme, pe jetës, e kanë probleme rënd zhëm sepse ai stresi i thot gjandrës biveshkore të prodhojë më shumë. Por nuk është problemi i gjandrës biveshkore, por është i vetë jetës. Kemi smundje të ndryshme, si është kushingu, ku janë disa tumore të gjandrës biveshkore, ku prodhohet kortizol i pa kontrolluar. Ose tumori i hipofizës që e përmenëm atë gjandrën e vogël, që i kontrollon të gjitha gjandra tjera, i cila prodhon një hormon tjetër, ACTH, që i thot gjandrës biveshkore prodhon më shumë kortizol. Atëherë ata pacientë janë trash, kanë stria të kuqe në trup, shpesh këto pacientë ta shohin barkun, sidomos këta obez, sepse shkakton obezitet rreshëm. Ajtje, jo obezitet tamam, po ajtje dhe lëkura është e çame me vijat kuqe të gjana, mbi 1 cm. Me shaja. Me shaja. Sigurisht strijat e shtazanis që janë të çamit, po kanë edhe në dur, edhe në kom. Atëherë është për një smundje. Për ndryshe nuk e zvoglojmë na me barna kortizolin, hormonin e stresit. Vetëm të këto raste ku jam me të vërtet, edhe atëherë me jo me barna, po me operim. Pra largohet tumori i cili rrit prodhimin e hormonit të stresit, kortizolit. Doktor, do doja pak me fol edhe për gjendrën tiroide, e folëm sipërfaqësisht, po më intereson ma shumë me i nxjerr pa këto kishkuptime që mundet me kanë me këtë problem, gjithashtu me fol pak më thellësisht edhe për pasojat preventiven, qysh me u mbrojt në problemin e tillë. Edhe
edhe të gjana tiroide ndikton faktori gjenetik. Edhe këto mund të jenë të trashëgume. Ke për shembull nëse është baba me gjana tiroide ose nana. Shumica raste vajzat e trashëgojnë. Edhe djemt kem raste, gjithë familjet, domethënë gjithë fëmijët e trashëgojnë, por kem edhe raste shumë të cilët kem pacientë që asnjëri nga familjarët nuk e kanë me gjana tiroide, as dajt, as hallat, as tezet, as prind, dhe ju ka paraqit gjana tiroide. Sidomos tash pas Covidit. Po dyshojmë që virusi Covidit ka çrregullu sistemin tonë imunitar dhe ka nxit prodhimin e disa antitrupave shtarëve, të cilët sulmojnë gjandën tiroide dhe vjen deri te problemet e prodhimit të hormoneve të gjandës tiroide. Shtimi tyre apo zvoglimi i prodhimit të hormoneve të gjandës tiroide. Pra, si ta parandalojmë është pothuajse pamundën nëse është e trashëgueshme, po të këto raste tjera është që të kemi ushqim të mirë, të ikim obezitetit, të ikim rrezatimeve, të mos bëjmë CT-ja shumë, rentgene, se çdo rrezatim gjandra tiroide është shumë e ndjeshme. Dhe sa më shumë të rrezatohemi rreziku, përveç rezonanca magnetike nuk ka rrezatim, ato mund ta bëjmë pa problem, po CT-s dhe rentgenave, sidomos në pjesën e gjoksit, qafës edhe të kokës të ikim sa më shumë sepse dëmtohet, sa të bëjmë CT të kokës ose të gjoksit dëmtohet edhe gjandra tiroide. Dhe të kemi ushqim të shëndetshëm, sidomos me perime, pemë, peshqi, ku ka produkte deti që ka dhe jod, mirë krypa në Kosovë është jodizuar, është shumë mirë, sepse hormonet e gjandës tiroide prodhohen përmes jodi, është baza e hormoneve të gjandës tiroide. Dhe i përmenem simptomat e mëhershme, nëse i kanë ato, lodhje, shtim shpejt në peshë, pa arsyeshëm, apo humbje të shpejt në peshë, nervoz e tepruar, ndrim pra disponime, të lajmëron të endokrinologu me afat që ta testojnë gjandën tiroide, e cila shumë lehtë testohet përmes analizave të gjakut dhe një ultrazat të gjandës tiroide, sepse përveç çrregullimeve hormonale, prodhimit hormoneve, gjanda tiroide mund të ketë edhe noduse apo edhe kancere të gjandës tiroide, të cilat zakonisht me gjak nuk zbulohen, po zbulohen me një ultrazat të thjeshtë që kryhet për 2-3 minuta. Po për një testim të mirë gjandës tiroide na vijnë analizat e gjakut, hormoneve dhe një ultrazat të gjandës tiroide. Për me përmbledh gjithë pjesë që e diskutum, Po. e falem pak a shumë cilat janë problemet, qoftë sëmundje, qoftë sindromat kryesore ose më shpeshta me cilat përballen pacientët, po në krejt sistemin endokrin, cila është sëmundja më e rrezikshme ose më vështirë e shërueshme? Më e rrezikshme, më e shpeshta, më thonë është diabeti, falem. edhe ndër më të rrezikshmet. Po. Pasi që diabeti shkakton dëmtim të veshkave, mund të jetë dializa, dëmtimeve të gjakut, mund të vjen të infarkti i zemrës apo sulmi në tru, e këputja, mund të vjen të këputja e gishta për shkak të dëmton të gjakut. Për që ka raste shpeshta. Gishta apo shputat, edhe numër 1 për shembull, shkakton numër 1 verbrimit është në Amerikë, për shembull, është diabeti, sepse dëmton edhe të gjakut të syrit, pasi që gjaku bëhet i trash, si me marmeladë, edhe i gryn ajo sheqeri i gryn të gjakut i shkatron. Edhe vjen edhe te verbrimi. Pra, një prej më të rrezikshmeve është diabeti, pasi është edhe më i shpeshtë. Gjandët tiroide zakonisht nuk janë të rrezikshme. Pastaj kemi këto kushingun që përmendën prodhimi tepër të hormonit të kortizolit, të cili shkakton trashje, hipertension të madh. Pastaj janë tumore tjera të gjandës mbiveshkore që prodhojnë adrenalin, ato janë shumë të rrezikshëm pasi që adrenalina rrit shumë tensionin e gjakut, ndonjëherë na vijnë me tension mbi 200, që është shumë i rrezikshëm me marrë infarkt në tru apo sulm në tru. Këto janë më të rrezikshme, por janë më të rralla. Pastaj janë disa tumore të hipofizës që rriten pak më shpejt. Pastaj janë edhe në tru dhe truni nuk mund të zgjerohet sepse e ka kafkën, ato janë mjaft të rrezikshme, por zakonisht i zbulojnë me kohë dhe trajtohen mjaft lehtë dhe mjaft shpejt. Kur jemi te trajtimi, Po. të flasim pak për institucionin ku punon. Po. Çka ofron Spitali Amerikan për krejt këto probleme? Për shumicën, po thajse 99% gjitha mund të kryen për çrregullime endokrinologjike dhe operimet endokrinologjike mund të kryen në Spitalin Amerikan. Ne edhe dy që është në Kosovë. Nëse na vjen diçka ekstra, diçka e kemi edhe ndihmë në Spitalin Amerikan në Tiranë, për shembull këto të hipofizës,
operimet që kryjmë përmes hundës, pa e hap kafkën, i kryjmë atje me mjekton kolegë që i kemi në Spitalin Amerikan në Tiranë, por shumica, 99% të gjitha kryjnë këtu, edhe trajtimi kancereve të gjendës tiride me jod, radioaktiv, scintigrafia, gjitha këto mund të kryjnë në Spitalin Amerikan, pa kurrë problemi. Edhe kemi një komoditet, unë si endokrinolog kam një komoditet se i kam të gjitha me një vend. Nuk kam nevojë me thonë pacientë shko atje, kthehu, do të gjitha i kryjmë me brenda institucionit. Dhe çka është e mirë në Spitalin Amerikan e kem punën ekipore. Unë nëse kam diçka të pasqartë, se vyni mendim me specialistë e marr brenda 5 minutave. Ose me një telefon apo nuk zhagitet. Jo, nuk zhagitet. Sa mos ta dërgoj pacientin në zyre, ma jepni një mendim ose vjen vetë mjeku, vjen në ordinancën time dhe diskutojmë bashkë para pacientit çka të bëjmë matutje. Domthonë nuk jemi të ndam, jemi si një familje. Si një trup. Si një trup. Ma përkujton punën time në FSK, në ushtri, ku gjithçka duhet të kryhet në mënyrë ekipore, për këtë arsye dhe më përshtat shumë mirë në Spitalin Amerikan sepse edhe këtu punohet në mënyrë ekipore për rastet e veçanta kur ka nevojë. Pra nuk mungon ajo, nuk ka aty xhelozi, jo s'po të ndihmoj, jo ti, po më herë për të mirë të pacientit, më herë bashkohemi bashkë edhe e gjejmë një zgjidhje sa më optimale për pacientin. A kemi teknologjinë e fundit ma të avancume, se i përket stafit, kështu s'kom dyshim që i keni mbledh specialist më të mirë të këtë fusha, po flas edhe për teknologjinë. Edhe teknologji, nuk e di që mungon diçka organa teknologjike, jo, po edhe operacione që kryen shumë të rana, domthonë i kem të gjitha pa isjet, edhe endoskopike, edhe të jashtme, domthonë operaci, jo vetëm operime që kryen nga jashtë me premje, po edhe këto që pa premje i kum pa edhe në për këto website që qesin që kryen shumë disa gjëra shumë të mira pa premje, pra metoda ne i thojmë metoda minimale invazive, domthonë gati pa premje fare ose premje shumë të vogla, ku pacienti të nesër mund të shkojë në shtëpi, domthonë ka arrit Spitali Amerikan në nivel të Evropës. Ku jemi edhe kem mjaft pacientë, dashur mirë që më kujtu, kem mjaft pacientë që vinë nga jashtë të trajtohen në Spitalin Amerikan. Për shkak të sigurisë që kanë, për shkak të pritjeve të mëdha që kanë atje dhe për shkak që i kem të njëjtat aparatura dhe profesionalizëm sikur në Gjermani bizojnë. Shumë në kemë Gjermanisë, të Austrisë, të Zvicrës, Suedisë kemë pacientë që në vinë për trajtim tek ne. Tash jashtë specifikave që i ka fusha e endokrinologjisë, po më intereson kështu përvoja si doktor, a ke pas një moment veçantë, i përmende ma herët gjatë shërbimin në FSK, po në këtë përvojën e fundi që ki në Spitali Amerikan, a ki një përvojë që të kalon shumë bresa kështu me pacient, diçka kështu që qoftë për të mirë, qoftë për të keq e ki në kujtesë. Kam shumë, një ose dy që më kanë met në mendje është për shembull të gratë që kanë probleme me infertilitet, edhe kem ose me prodhim të tepërt të prolaktinës. Një hormon që prodhohet në gjatë hipofizë, e cila e çrregullon ciklin dhe nuk mund të mbesin 7 zone. Kur i kemi rregulluar këto, i kemi trajtuar dhe ka lind mas një kohe, ka lind ajo grua. Ka me fëmijën e vet që i ka mburr ndoshta një apo 2 vjet, 3 vjet, çapo i kam harru. Ka thonë ky është doja jot për mua. Tash mas këto e ki doj. Mos me kon mjekun nas të kishim pas ty. Tash mas këto e ki doja. Është një ndjenjë shumë e mirë që nana i thot fëmijës tash e ki mjekun e ki doj, pjesë të familjes, antar të familjes. Kjo është një ndjenjë shumë e madhe që na bën krenar për punën që bëjmë. Nuk është puna krejt e paga, po është edhe të çdo momente. Çdo momente që na bëjnë të njëjë krenar që e kryjmë këtë profesion që nuk është mjaft i lehtë. Domthonë nuk kemi një orar të caktuar. Është mund përfundon orarin 4 ose 7 mramje, por pas 2 orë ndodh më kthy përsëri në punë. Në një rast me sheqerin 40, edhe thirrë emergjenca e kemi, në rast duhet më kthy. Me konë që është në 7-8 mramje na ndodh në 2 natës. Vime kryjmë raste, duhet me ardhë në ora 8 përsëri me vazhdu punën me pacientët që kanë bërë termine në ora 8. Ati nuk intereson që këtë dalë ti në ora 2, kemi 2 orë nështë në emergjencë. Po përsëri është një profesion shumë i mirë, falenderues kur i sheh këto raste kur ki ndihmu, jo vetëm shërim, por edhe të formosh një familje të re, të shëndosh me fëmijë të shëndosh.
Doktor, jemi ka fundi para se me kalu krejtësisht këtë pjesën e fundi që e paralajmërova, po du me të komplimentu për herë të parë po shihemi, po uroj që të komoditetin edhe rehatin që e reflekton në studio sot, uroj që ki edhe me pacienta, sepse mendoj është një dimenzion shumë i rëndësishëm për pacientit, kur njihet rehat përballë doktorit. Unë mundona ashtu që pacientit të njëjtë rehat. Ndonjëherë as mantilla nuk e veshi, që kom që muni të njëjtë të barabartë që mu hapaj me mu, më tregu të gjitha problemet. Se një problem i vogël është ndikon në diagnozë. Edhe dalim shpesh edhe në byfen që e kemi në spital, me dalim shpesh edhe me pacienta kur i presim analizat, pimë edhe kafe, sepse ata nuk kanë orë tonë me pi kafe. Ata kanë një farë problemi, një farë ditë, edhe duhet mi majtë atë qeltërsin me ta, pozitivitetin me ta, sepse vjen me pi kafe, unë është me thonë nuk po vi me pi kafe. Kur vjen për zër, për një smundje, duhet me pas shumë kujdes, duhet me letësu, sepse unë nisa për vetit, kur shkoj te pediatri, kur i kom qu fëmijët te pediatri, kom shku si prind, jo si mjek, edhe kom qu që kom pret pediatri, çka po më thot, si po më pret, edhe kom mendu, thoj, kështu më shojnë edhe mu, pacientët edhe munona me qenë sa ma familjar, sa ma shok me pacientët me të cilët i përshëndes të gjithë. Për pjesën e fundit, realisht i tham disa gjëra dhe gjatë bisedës më hershme, po kështu ma specifikisht për publikun që na përcjell, kur duhet mu paraqit dikush tek endokrinologu, kur janë simptomat që janë sinjalizuese që kini problem hormonal. Të femnat zakonisht është çrregullimit ciklit. Momentin që ka çrregullim, ciklit është mirë mu lajmëru, edhe te endokrinologu, po edhe te ginekologu, normalisht. Edhe të na e kemi që këtë kombinim shumë mirë që e përmena në fillim spital me kam punën ekipore. Nëse ginekologu e shet që nuk është problem ginekologjik, nuk e zgjat, merret, po dyshoj që ka probleme endokrinologjike që ku e kemi endokrinolog, shërbimin e endokrinologjisë në spitalin amerikan. Ose e kundërta, unë shoh që s'ka probleme, mund të bëjë problem fizik, na endometriozë, na tumori i mitës, shka mere e referoj të ginekologu. Pra me kena pas një rast një vajzë tash kohë e fundit, para 2-3 jave, më ka nalë cikli para 3 muje, prolaktin e kom shumë lartë, më ka thonë me marrë disa borna Dostinex. Që i ke pas ciklin para 3 muje shumë në regull, merë u nalë. Edhe të shumë për dyshoj që është azane. Jo, së është mundën, i kom po testin e urinës, aja është shumë i sigurt. Edhe që ku i kem ginekologën, 5 metra ma, ne ka shku, ka dalë 8 jafsh, 7 zam. Edhe pse dikur tjetër i kanë referu me herë me moni hap, cilës voglon prolaktinën. Pra do më biseda e hapur me pacientin, një manë shumë, që mës me gabu me jab hap për prolaktinën, sepse prolaktinën rritet shumë në shtazani, shumë fish rritet. Nëse është deri në 30 normale, shkon 2000-3000 në shtazanin. Nuk trajtohet, ajo është pjesë normale e shtazanis. Për këto po them çrregullimet e ciklit e lajmëron te endokrinologu, kur kanë etje, tharje buzëve, humbje peshe, ankth, që përmend të gjanda tiroide, gjitha këto mund të jenë simptome të çrregullimeve hormonale, kime të shpeshta te femnat. Pastaj kemi problemet me libido, pra dëshirën seksuale të mashkujt edhe të femnat, edhe këto mund jenë pjesë e çrregullimeve hormonale, hipertensioni që nuk trajtohet me barna, mund është rezistent, mund me konë çrregullime hormonale, pra të prodhimit të adrenalinës së tepërt nga gjandra bimëshkore apo të kortizolit. Gjitha këto mund të jenë çrregullime hormonale. Në këto raste është mirë të lajmërohet te endokrinologu. Doktor, përveç kësaj masës preventive që është përmes trajtimit, shërimit, për fund, cilat janë, si me thonë, 5 këshillat, ose 3, ose sa t'i keni, që ja rekomandonin shikuesve në përgjithësi, qytetarëve, lidhje me stilin e jetës, që me i parandalu para se me pas nevojë për trajtim? Unë e thomë, seni parë është sporti, aktiviteti fizik. Nëse s'mujnë më marrë me sport, të ecën 30 minuta pas darkës, me hangër darkë dhe me dalë 30 minuta me hecë pa ndalë. Kjo është numër 1. Nëse nuk mund të mirë me sport, ecjet ka dalshme, po të pa ndalë 30 minuta. Të pinë ujë, sa ma shumë që është e mundshme, 2-3 litra, të flenë, 7-8 orë në ditë, edhe të kenë kujdes në ushqim, të kenë ushqimin sa ma natyral. Dhe kryesisht me lugë.
çka është me zime, është më Gjellra. është më e shëndetshme dhe të konsumojmë pemë dhe perime. Kjo janë 5 këshillat e mia sa i përket shëndetit në përgjithësi, jo vetëm hormonal. Se gjitha këto më na çrregullojnë edhe jo vetëm tensionin e jetën, obezitetin, por edhe na çrregullojnë edhe hormonet. Doon këto janë zonat më të rëndësishme që Bazike, mbrojnë sistemin endokrin Jo dhe në bazike, përgjithësi. këto janë elementare, baza. Pa këto çdo smundje tjetër vjen, jo vetëm endokrinologjike. Doktor, faleminderit. Është kënaqësi, e kam një kënaqësi të veçantë kur intervistoj doktor, edhe kam një kurrështje me gjasë kohë të madhe kështu për shumë fusha të mjekësisë. Ke shumë interesante biseda, po njëkohësisht besoj edhe dobishme për publikun. Unë është kënaqësi gjithmonë që jem këtu në televizor ose në radio që të ndikoj sa më shumë në ngritjen e vetëdijës për popullatës për shëndetin përgjithësi, mjekësinë përgjithësi, edhe pse jam krenar në popullatën tonë se mjaft e kanë nivelin e lartë të vetëdijës për shumë sëmundje. Por kur nuk është mangut, nuk është pak që të flasim, pra ta ngritim sa më shumë të mundshme vetëdijen për shëndetin. Pajtuam dhe është mirë që edhe ju Spitali Amerikan shpesh edhe keni kampanja që i përfshin këto. Ju përgëzoj edhe juve individualisht, po në përgjithësi edhe stafin e Spitalit Amerikan për punën. Faleminderit në emrin tim dhe në emrin të kolegëve të mi nga spitali. Ishte shumë kënaqësi, besoj do shihemi herë tjera. Shpresoj shumë shpejt. Shikues të nderuar, me kaq që përfundoi Majtas Jodjatas për sonte, ne bashkë shihemi javën tjetër, sigurisht me çështje të tjera, me tema të tjera dhe me të ftuar të tjerë. Deri të hënën tjetër, miropafshim.